Për 3 net të rresht në Xhonaj të Hasit është mbajtur edicioni 36 i festivalit tradicional folklorik Hasi e Hon 2025. Pjesët e cilit ishin mbi 20 ansamblet të ndryshme nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Veriut dhe Mali i Zi. Mbrëmja finale, sikurse edhe 2 netet e tjera, është përcjell nga një numër i madh shikuesish. Drejtori i festivalit Hazis Hodaj tha se edhe këtë vit shoqëria kulturore artistike Malsori, i cili ka kremtuar jubileun e 50 të funksionimit, është treguar organizatori suksesshëm i këtij festivali, i cili dedikohet ruajtjes së vlerave më autentike të folklorit burimor, si një thesar i çmuar kombëtar dhe tashmë i mbrojtur edhe institucionalisht. Kam emocione se asnjëherë më parë, pas një ngjarje jashtëzakonisht të rëndësishme, por shpresoj që është kalu mirë. Ne kemi pas performanca të jashtëzakonshme këto 2 ditë të fundit, sidomos që kanë qenë pjesë e garës, pjesë e festivalit, sepse dihet që natën e parë ne ja kemi kushtuar 50 vjetorit të veprimtarisë malsorit bashkë me mysafirët, por edhe atë natë kanë shkëlqyer sigurisht gjitha grupet. Jemi shumë të kënaqur me këtë. Kjo është edhe themelorja për festivalin, që në skenë të ketë programe cilësore. Gjitha shoqëritë pothuajse mbi 90% ju kanë përgjigjë kritereve të festivalit, kritereve tona. Jo dini që janë pak trona kriteret e festivalit Hasi e Hon, çdo gjë është burimore, çdo gjë është live. Prandaj kemi probleme edhe në përzgjedhjen, sepse pak ansamble kanë mbetë që po e kultivojnë ende folklorin burimor dhe folklorin që lidhet direkt me publikun. Kryetari i jurisë profesionale, etnologu Xhema, tha se juria ka patur të vështirë të bëjë përzgjedhjen e më të mirëve në një festival të tillë të prezantimit të vlerave të mirëfillta nga të gjitha shtresat e trashëgimisë son popullore. Juria nuk e pati të lehtë të përcaktohet dhe të vlerësoj vlerat e mirëfillta që na u prezentuan këtu në këtë skenë tash e të i ditë, sepse kishte material të bollshëm, të mjaftueshëm nga gjitha shtresat e trashëgimisë së kulturës sonë, të ardhur me prurje nga gjithë hapësira pothuajse shqiptare, vendet të përmbledhura nga trojet tona. Festivali Hasi e Hon nuk është vetëm një ngjarje artistike, është një ritual kujtese, një thirrje për të mos harruar kush jemi, nga jemi dhe çfarë kemi për të ruajtur e kultivuar trashëgiminë e pasur, thot antropologja minjore amerikane Janet Reineck. Fenomenale. Jam shumë e prekur me çato grupa, sidomos që ka edhe pleqt edhe rinie. Do thot, kjo kultura shqiptare është kaq e delikat. Do thot, nuk do të jetë gjithmonë nëse njerëz nuk e mbajnë. Ata për një moment po e dojnë kulturën, edhe janë të i dhanë trashëgim fëmijëve tash. Ata janë të mësu rinie qysh me bëj çato valle, instrumente. Kaq bukur, edhe kur është me kaval, gajda, fyll, po mendoj çish ka qenë përpara, ne për mal, kur s'ka pasi që dritë, kur gjo e veç me mendu me një për qëtë muzikë që shka qenë për para. Edhe me mbaj qëtë, mos me zhdu kur, për mu është qëllimi. Solistja më dalluar e festivalit është zgjedhur Rezarta Ramadanin nga ansambli Kastriotët Ferizaj, të cilës i është dorëzuar çmimi Nazmie Hoxha. Për mua është kënaqësi, privilegj që puna jonë po shpërblehet gjithmonë më shumë. S'është hera parë që po fitoj, hera e tetë që po fitoj këtë çmim, edhe është privilegj edhe shumë nder i madh. Cilat ishin emocionet në skenë? Emocionet për një këngëtarit janë të shumta, po i menaxhova dhe po shpresoj që e kam dhënë emocionin e një çmie pagarushës. Fituesi i çmimit Malsori është pallur grupi Polifonika Mantja nga Vlora. Çmimin Malsoria ka fituar ansambli Ana Morava nga Vitia, kurse çmimi Lahute është ndar grupit Çuperlin të Beratit nga Berati. Drejtuesit e shoqërisë kulturore artistike Malsori kanë nderuar me minjoje të gjithë ata që kanë kontribuar për 50 vite në funksionim sa më të suksesshëm të kësaj trupe artistike dhe organizimit të festivalit Hasi e Hon, si dhe të gjithë atyre që kanë bashkëpunuar me këtë organizëm artistik.